Në jetën tonë të përditshme ka shumë histori, ka lindje, ka vdekje, ka tragjedi, ka smundje, por pak prej tyre ngelin të shkruara dhe që ne i trashëgojmë edhe sot. Për këtë arsye unë kam përzgjedhur 3 histori të cilat janë 3 libra të cilat unë do t'i ndaj me ju. Libri i parë është Kur fryma bëhet ajër i Paul Kalinithit, një neurokirurg i famshëm indiano-amerikan që kishte shpëtuar jetën e shumë njerëzve, por që një ditë të bukur përballet me smundjen vrasëse të kancerit mushkrive. Dhe deri në frymën e fundit, Paul Kalinithi na tregon se çdo të thotë jetosh, cili është kuptimi i jetës. Për këtë arsye unë këtë libër e rekomandoj. Libri i dytë është Në kërkim të kuptimit i psikiatrit austriak Viktor Frankl, i cili edhe ai një ditë bukur e shikon veten në burgjit e Auschwitzit në pritje për t'u djegur në turrën e druve. Dhe pikërisht në këto momente, Viktor Frankl rrëfen gjithë kalvarin e ferrit të vet, dhe gjysma e librit është logoterapia ose terapia e kuptimit, e cila besoj që ka motivuar miliona njerëz deri në ditët tona. Dhe libri i tretë është një libër një autore shqiptare, Mira Kazhanit, Një ditë tjetër, një histori personale e betejës një gruaje në luftën kundër kancerit. Besoj se ky libër do të ndihmojë shumë gra që vuajnë në të njëjtën smundje dhe kanë nevojë për fjalën e mirë dhe për kurajën. Këto 3 libra janë 3 histori që ngelin për secilin prej lexuesve dhe prandaj unë ja u rekomandoj që t'i bëni pjesë të leximeve tuaja. Dhe këto libra i gjeni tek libraria Leximtari në Tirana Ring Center, por mund t'i porosisni online dhe tek leximtari.al, edhe në rrjetet sociale. Me libra miq ne rritemi, edhe rritemi në mënyrën më të mirë të mundshme.